nga 11 gjyqtarë që kanë marrë pjesë të 3 shkallët e gjykimit në lidhje me këtë çështje, për 2 vrasjet e para, 9 gjyqtarë sot janë të larguar nga vetingu ose të dorëhequr për shkak të vetingut para se të fillonte ky proces. Tani, a e delegitimon ky proces? Nuk ka ndodhur deri më sot që për shkak se një gjyqtar del më pas dhe shkarkuar nga vetingu, ne themi hajde ta fillojmë gjyqin nga e para. Po është një rast domethënës që ata, disa prej tyre, nuk mund të thënë të gjithë, nuk kanë pasur integritetin për ta shqyrtuar të çështje. Tani, çfarë po bëhet? Ka të dhëna nga ana e SPAK-ut që ka prova të reja. Se çfarë janë këto prova? Këto mbahen sekret, sigurisht, është sekretet timore tyre. Nëse diçka të kuptojmë nëse publikohen. Kam përshtypjen që mund të ketë edhe në ndihmëtar që ka folur më shumë se herën e parë. Ka folur zogu thua? Mund të ketë folur dikush më shumë, mund të ketë dhënë indicie për të kërkuar provën etj. Dhe kjo është mund të them një element shtesë që ka aktivizuar, ju e keni parë se sa shpesh po kërkohen tani të gjithë këta personazhe politik që kanë qenë në atë kohë në detyrë, po kërkohet ekspertiza shkencore zanore, ne kemi pas problem këtë, na është ofruar 2-3 herë dhurat këto pajisje edhe në kuptimin universitar, diku në Meksik na e dhanë, është gati 2 milion euro, kjo si aparatur, si software, dhe ne nuk e pranuam sepse dijem që këto janë probleme me shumë zarar, nëse i merr këto aparatura dhe i vën funksionim do kesh presione të jashtëzakonshme, dhe universiteti nuk e meriton ta ketë të presion, kurse ka administrata, policia shkencore që do ta ketë aty. Dhe nuk e di pse se kanë blerë deri më sot këtë për ta certifikuar tamam. Megjithatë më mirë që bëhet jashtë, dhe më mirë që të jetë më saktë dhe më e paançme në shumë, po edhe e mbrojtur. Dhe po ashtu shikohet një gjë e fundit fare, asistencë e shtuar e ekspertizës amerikane në lidhje me të çështje. Se për çfarë nuk bëhet e ditur. Karaj, për punën e fakti që thirret Basha, thirret Berisha, a është kjo një indicie se ndoshta fokusi i SPAK-ut sa radhë është realisht jo se kush shtiu mbi Alex Nikën dhe kush shtiu mbi Kurandetën, po se kush i dha urdhër atyre, dhe po se kush i dha urdhër atij që dha urdhër për të shtënë mbi këta të dy. Unë mendoj që se janë prononcuar shumë herë lidhur me këtë temë, mendoj që janë gjitha këto prova të reja që përmendi Ervini më përpara, por besoj që e kanë gjetur ose duhet ta gjejë organi i akuzës motivin real. Pse dhe si u dha ai urdhër? Nëse motivi është që të përcjellë një mesazh që kjo është vije kuqe, nuk kalohet më, nuk bëhet më kjo përballje nesër, se ka pasur, po të shohim sjelljen e palme më pas, ka pas një planifikim për bërë dhe një demonstrim tjetër, mbas edhe më të fortë se i pari. Dhe nuk besoj se do kishte edhe policia ta përballonte një demonstrim tjetër si ai që ishte. Dhe nëse dhe jam i bindur që ose kam bindjen perceptimin e plot që ajo është e vërtetë, urdhri i dhënë me atë mesazhin zanor që është marrë me diktofon dhe ka serviru gazetari Artan Hoxha. Dhe mënyra se si e mohon Berisha sot ka folur gati si një pandehur përpara SPAK-ut. Për mua ka bërë një gabim taktik dhe gabim madhor, pasi ka pranuar një pjesë të fajit, e ka direguar të këtjerët, jo ke garda dhe këtjerët, dhe pastaj provën kryesore që është diktofoni është munduar që ta bëjt pavlefshme. Pra që sot ai mbajti qëndrimin përfundimtar që do mbaj nesër nëse do të jetë në akuzë në konkluzionet përfundimtare përpara një pretence të mundshme. Ajo që bën sa mund shërbej një provë nëse më lejon, sa mund shërbej një provë, e kam edhe për ty dhe edhe për Karamuçën, sa mund shërbej si provë një regjistrim i tillë? Shërben shumë. Sepse unë mendoj që me logjikë thjesht, për sa kohë kanë dalë 60 sekonda nga i regjistrim, besoj dikush apo dikush tjetër e ka më të plot atë, po sa realisht ajo vlen si provë? Të gjitha provat vlerësohen, të paktën në anën penale, vlerësohen në lidhje me njëra tjetrën. Dhe a janë në funksion, a shkojnë me njëra tjetrën, a krijohet lidhja shkak pasojë, po unë kur fola se nuk është përmendur motivi. Unë mendoj që ka këtë motiv paka shumë që po e them unë, duke njohur dhe zhvillime politike. Motivi të çon pasaj dhe në bindjen se këtu kemi të bëjmë me faj. Pra nuk kemi të bëjmë me një veprim, nuk ka përgjegjësi penale pa faj. Nuk ka ndodhur kështu në mënyrë aksidentale që e ndjeva vetëm të rrezikuar unë si punoj si gardës, edhe kam vështirë. Po ka filluar, po të shohësh dhe deklarimet që ka bërë Artan Hoxha, për 8 sekonda është dhënë urdhri për qelluar,
Bilaia shpreh aty ta gjak dhe pastaj kanë thënë pushoni. Pra është dhënë ky urdhër. Nëse ajo provë vlerësohet e vlefshme në të gjitha parametrat e saj, siç e ka kodi i procedurës penale, ajo provë rëndon shumë edhe e kput fillin dhe e çon çështjen të gatshme pasaj për të gjetur fajtorën. Ajo që unë shoh nga mënyra se si është ngritur akuza, është që këtu nuk kemi, ata kanë tentuar të prishin provat dhe më mirë dënohen për 3 vjet për prishje provash në shpërdorim detyre pra 3 dhe 7 vjet maksimumi, si sa dënohen për vrasje. Tani vrasja në rrethana cilësuese është minimumi 20 vjet dhe burgimi përjetshëm. Pra këtu përballë kësaj akuze, pastaj aty do kemi bën dhe me se janë mbi 3 persona, organizimi me forma tjera të bashkëpunimit atje. Kjo lloj vrasje për mua domethënë ka qenë një si grupi strukturuar. Po patjetër. Për mua në konceptin e përgjithshëm, paktën në biseda që kam pas me të huaj, jo sot, por shumë vite më parë, ata kanë parë më të qetë të punë. Që kjo është një vijë demarkacioni për gjithë politikën shqiptare dhe për shtetin shqiptar. Nuk mund të ngeli një opcion drejtësia. Drejtësia është themeli i shoqëria dhe i shteti sidomos. Që është shoqëria në formë më të lartë organizimit në shtet, sot për sot, njerëzimi këtë ka. Edhe këtu pikërisht kjo vijë gjaku është vija kuqe edhe për shtetin shqiptar dhe për drejtësinë. Pra nuk mund të flasim për drejtësinë tjera kur këtu kemi vijë gjaku. Dhe do të shërbejë edhe për më pas. Tani kthehem. Se edhe me kod penal vrasja është vepra e parë. Po mirë, tani kthehem dhe opozitës djeshme, opozitës sotme. Ata nuk janë vrarë, edhe po thua që u vranë mbrojtja proporcionale që themi ne. Janë vrarë njerëz që kanë qenë larg. Pra kanë qelluar mbas edhe kuturu, po thjesht që të japi një shembull, që të bëjnë disa shembuj. Shoqëruar me atë që thotë Ervini, me atë grushin që një personi dhe pasaj është marrë pistoleta, u vonua prapë, kemi disa momente që si është penguar drejtësia. Janë vonuar arrestimet, ne këto i dim gjitha. Ka shërbyer edhe një fakt tjetër, shënimet që ka dhënë Bamir Topi, dhe gjithmonë kam thonë, paktën këto 2-3 vitet e fundit, aty duhet të thirret Bamir Topi, të thirret Tina Rama, dhe janë thirrur. U thirrë Lulzim Basha. Tani besoj se ka një intrig për ne, si publik apo si media, për të parë çfarë është deklaruar atje. Se tani deklarimet e tyre do shihen se si e kanë hedhur topin. Një deklarim i Berishës sot u pak a shumë çfarë ka deklaruar Berisha. Po sot nuk folim atë krenërsinë për të kundërvënë Spakut. Pra këtu njëkohësisht te Berisha Në fakt, bile ndaj prokurorëve, sot ishe kujdesshëm. Ishte tha, foli ishte normale, bisedë normale, biseduam normalisht. Pra, temi i kurseo sot prokurorët. Sa më shumë normale ishte deklarata e tij sot, në lidhje me vlerësimin e tij normal në thojza, aq më shumë anormale. Ne kuptojmë që prokurorët, pra është prokurori i çështjes, por është zoti Dumani. Po, aq më shumë anormale është gjendja e tij e brendshme. Që unë kështu e kuptoj. Tani ta trajtojmë pak politikisht se kam të du të nxjerr të që kam për brenda. Ata u vranë për një korrupsion atje. Dhe i gjithë korrupsioni i opozitarëve të djeshëm, që janë pushtetarë të sotëm, vazhdon dhe vret akoma ata njerëz janë vrarë atje. Pra gjaku tyre deri në këtë moment vazhdon dhe përdhunohet nga korrupsioni i qeverisë sotme. Dhe ndarja flasim politikisht për këtë. Jo, po. Këtë e kisha. Nxjerrë dufin, po ke kota nxjerrësh. Vetëm të flasim çik për pjesën e parë. Edhe një fjali. Se ti shkote pjesa e tretë. Do flasim për ato, patjetër. Po e njeh dhe viziomonika parë dhe tretë. Patjetër, patjetër. Kjo ndarja, Unë thash vetë në editorial që duket që te 21 janari as zoti Rama nuk e mbron dot Berishën, edhe po doj. Tani unë them, me që do të flasim politikisht. Përsita, një zyrtar shumë i lartë amerikan ka mbritur në Tiranë, drejtues departamentit të shtetit, dhe ai është takuar. Ambasada amerikane e publikoi ditën e hënë. Me argumentin që për shkak të mungesës fondeve nuk e kemi nxjerrë përpara në rrjetet tona sociale. Dhe në ato fotografi, zyrtari i lartë amerikan takohet me zotin Dumani, takohet me zotin Brau. Me zotin Brau është shumë interesante foto, se ishte një foto gjysmë e hapur nga zyra e tij. Zoti Brau përfitet që mund të jetë është një nga 3 kandidaturat. Më i mundshëm, një nga 4 kandidaturat. E pasuesi më i mundshëm, dhe kjo është foto që ne po shikojmë. Ne jemi gazetarë dhe ne nuk mund ne të kaqëtim, por duke i vendosur këto fakte në timeline, pra në linjën kohore, ne shikojmë gjithashtu që qëndrimi i Spakut
për 20 janarin dhe ndaj zotit Berisha ka ndryshuar në javën e fundit.